Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë vëmendje një momenti të natës së brëmshme në Bruksel, ku Gjesti tha një fjalë që u bë virale nëpër të gjithë rrjetet sociale. Vetëm energjia që Gjesti transmetonte, vetëm vallëzimi që Gjesti bënte, vetëm që pozitiviteti që Gjesti jepte, nuk të çonte të mendosh që ai personazhi është duke vuajtur, se zakonisht personazhet që janë duke vuajtur nuk e kanë këtë energjinë. Por menjëherë lajmet sot filluan me titujt, për shembull, Gjesti hap zemrën në mes të koncertit, i thot këto fjalë. Fituesi i Big Brother VIP Albania Gjesti është shumë pranë fansave të tij në Europë. Ai mbrëm teksa elektrizoi skenën në një koncert, nuk mungoi duke treguar edhe gjendjen e tij emocionale. A jeni të vujt? Unë jam të vujt shumë, i kom punët fort keq, ishin fjalët e këngëtarit. Me këtë deklaratë të tij, ndjekësit kanë aluduar se marrëdhënia e tij me Egli Takon ka përfunduar e kjo mbetet të shihet në ditët në vazhdim. Realisht tani, ai personazhi që vuan dhe i ka punët aq keq nuk është aq pozitiv, por normal tani Egli do lufton, ky Gjesti m'falni, do lufton pak për lajme, do bën pak viralitete, do mbështetën pak lajmen e Anajdit, por gjithë kjo gjëja do t'i vihet vula në momentin kur Egli Tako do del në Goca dhe Gra. Unë jam shumë i bindur që marrëdhënia e tyre është në rregull. Unë i kam mësuar këto forat, do t'i quaj kështu si nga Kosova, këto forat e Gjestit që mundohet i bën me publikun, edhe në Big Brother bënte po këto gjëra që jam i mërzitur, jam i stresuar, pastaj dilte që është shumë i lumtur, do me thënë, Gjesti di të provokoj publikun dhe di të jetë shumë aktiv dhe për këtë gjë e vlerësoj. Por që nuk ka gjë me Eglin, që marrëdhënia e tyre është në rregull, që ato ka një lloj komunikimi, kjo është okay, por që Gjesti ka pak qef të jetë të lërë pak pikpyetje dhe pastaj ndoshta në një pjesë tjetër të koncertit Gjesti mund të thotë që jam në rregull.